Banorët u mblodhen në obor dhe biseda mori një drejtim të ndjeshëm, aty ku kurioziteti, paragjykimi dhe loja përzihen lehtë. Tema u kthye te Bia, çfarë profesioni ka, si sillet, çfarë i pëlqen më shumë, dhe ku mbaron strategjia e ku fillon vetja e saj e vërtetë. Fjalët qarkullonin nga njëri te tjetri, disa me ton kureshtar, disa me nënkuptime, e disa me një lloj gjykimi të fshehur. Benita ndërhyri me një qëndrim të prerë. Ajo tha se Bia është shumë krenare për punën që po bën dhe se kjo është diçka që duhet respektuar. Sipas saj, fakti që dikush e mban kokën lart për zgjedhjet e veta nuk duhet kthyer automatikisht në arsye për ta ulur apo për ta etiketuar. Djemt reaguan menjëherë duke e pyetur, pse e paragjykon edhe ti? Ishte një pyetje që nxori në pak kontradiktën mes mbrojtjes dhe gjykimit. Labi e mori fjalën dhe u përpoq ta çojë bisedën në një teren më të arsyeshëm. Ai tha se, pavarësisht mendimeve personale, puna e saj duhet vlerësuar si punë dhe jo si etiketë. Ajo po bën diçka që e ka zgjedhur vetë, u shpreh ai, dhe kjo meriton respekt. Benita reagoi sërish duke sqaruar se nuk e ka motër bias dhe nuk flet nga keqardhja. Ajo flet sepse është pjesë e saj, tha, duke nënvizuar se Bia nuk fshihet pas asgjëje dhe nuk e mohon veten. Toni ndërhyri me një frazë provokuese, duke thënë se ajo futet. Raset, por menjëherë shtoi se kjo vjen sepse provokon dhe e ka pjesë të lojës. Për të, sjellja e Bias nuk është e rastësishme, por strategji e menduar, një mënyrë për të krijuar reagime dhe për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Debati u ndes pak, sepse disa e pan këtë si kritik, të tjerë si analizë loje. Banori i ri u përpoq ta ul tonin e bisedës dhe të sjellë një këndvështrim më të matur. Ai tha se nëse je single dhe do të afrohesh me një femër, duhet pak kujdes, pak ndjeshmëri, sepse jo gjithçka është lojë dhe jo çdo afrim interpretohet njësoj nga të gjithë. Fjalët e tij tingëlluan si një kujtesë se pas strategjive ka njerëz. Në fund, Toni e mbylli.